pjo konvenan për shkak se po vazhdojnë hala me qeverisë, po vazhdojnë hala me marrë vendime, po vazhdojnë hala me bëj emrime të larta publike, kështu që po evaluojnë procesin. Në anën tjetër mendoj që prej momentit ku certifikohet rezultati i zgjedhjeve, do të më fillu procedura e konstituimit të kuvendit, që do të me përfundu edhe me betimin e këtë deputetëve, njëkohësisht edhe me zgjedhjen e strukturave udhëheqëse të kuvendit që janë nën kryetar dhe kryetari komplet kryesia. Pas këtij momentit presidenti ka të drejtën me ia jep mandatarin partisë parë në pushtet. Partia e parë në pushtet si duket nuk e ka shumicën momentalisht, nuk e ka shumicën parlamentare dhe në rast se dështon partia e parë atëherë automatikisht mandati ka lënë partisë së dytë, por presidenti duhet t'ia jap mandatin partisë së dytë, edhe partia e dytë që është në këtë rast PDK-ja mundet me kriju një shumicë parlamentare edhe mundet me kriju qeverinë. Në bazë të numrave që janë momentalisht në kuvend, mendoj që partitë opozitare kanë mundësinë për me kriju një qeveri për shkak se numrat e 3 partive opozitare, PDK, LDK dhe AK, janë më të mëdha se sa vetë vendosja me partnerët e saj që i kanë koalicion. Prandaj mundësia është shumë e madhe tek partitë opozitare në rast se tregojnë vullnet dhe bashkëpunim për me kriju qeverinë, se sa qeveria më kriju nga partia në pushtet që është vendosja. Shtoja kësaj edhe arsyet sepse partia në pushtet ka ofendu, ka thyr partitë opozitare vazhdimisht, edhe kjo në një farë mënyrë e ka pamundsu që njëra për partive opozitare me shku ka vetëvendosja dhe mja bo numrat. Prandaj kemi ndomë skenën politike në 2 bloqe, që është vetëvendosja me partnerët e saj edhe njëkohësisht bloku kënej opozitar, po numrat kënej janë shumë të mëdha, kështu që gjasat janë që partitë opozitare me kriju një qeveri të re. Krijohet një përshtypje që këta e kanë synimin me shty zgjedhjet sa më shumë, me gjasë me shty zgjedhjet sa më shumë ka vjeshta, që me i shpoll zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare që do të mbaheshin bashkë me zgjedhjet lokale. Kështu po duket synimi i tyre, qëllimi i tyre, po unë besoj që kjo nuk duhet me u toleru në asnjë rrethon, duke marrë parasysh KQZ-n që vetëm zgjedhjet parlamentare nuk arriti me administru dhe me menaxhu çu duhet, atëherë shtoja kësaj edhe zgjedhjet lokale, domethënë e thjesht është një proces që mundet me pas shumë të lashtë, kështu që përpos çështjeve të tjera mendoj edhe për këtë arsye nuk duhet partitë opozitare në asnjë rrethon me leju partinë pushtet që me zhagit procesin e krijimit të institucioneve me qëllimin që me çu vendin edhe herë në zgjedhjet jashtëzakonshme.